Konstituimi i kuvendit nuk është çështja e kompromisit ose një marrëveshje politike. Marrëveshja politike do të vije atëherë kur ne ta kemi kuvendin e Republikës Kosovës të konstituuar. Në funksion të kësaj ne jemi të vetëdijshëm edhe për numrat, e shumë përfolur se cilët janë ata, por megjithatë edhe një herë po e përsëris. Gjithë ata që dëshirojnë që koalicioni vetëvendosje, guxo dhe alternativa të mos qeverisë me vendin, e që janë partitë aktuale opozitare, le të krijojnë këtë mundësi duke mundësuar votimin e kryetarit të kuvendit edhe të nënkryetarëve. Çështja e dytë, unë besoj që edhe sot është përfaq para qytetarëve, para jush, që ekziston një koalicion që edhe gjatë fushatës zgjedhore unë e kam parashiku, i ashtu quajturi koalicioni Plas. PDK, LDK, AK dhe Lista Srpska. Ekziston ky koalicion. Kanë vështirësi sipas gjitha gjasave për me mujt me pa ose projektu veten si mandatar të qeverisë së ardhshme, por megjithatë kjo është përfaqën këtë seancë.